Dhe shkojmë të pak edhe tek një çështje ku shpeshherë është debatuar për emrat në komisionet parlamentare. Kanë qenë subjekti diskutimeve, debateve të forta, sherrave të ndryshme që kanë ndodhur përgjatë gjithë vitit parlamentar. Tani, si pritet që të ndryshojë struktura e të gjitha komisioneve në parlament? Atëherë, fillimisht do duhet thënë që të gjithë këta deputetë, të cilët janë zgjedhur nga zgjedhjet e 2021, që në momentin që do të miratohet, do të konstituohet i gjithë parlamenti i ri, ato do të vijojnë të jenë deputet. Por ne po flasim për strukturën se si ka ndryshuar pjesa e komisioneve parlamentare nga ata deputetë të cilët në 11 maj nuk arritën dot të merrnin votat për të bërë deputet, apo rasti tjetër që nuk ishin fare të përfshirë nga partitë e tyre në listat e partive të tyre. Le të flasim për Komisionin e Ligjeve. Është një nga ato komisione që ndryshon totalisht struktura. Klotilda Bushka, e cila është kryetare, nuk arriti dot që në kryeqytet merrte votat e duhura për ta përkthyer atë në mandat. Po ashtu edhe Dhurata Çupi nga Partia Demokratike që ka qenë zëvendës kryetare, edhe ajo e njëjta gjë, nuk ishte aq forcë elektorale sa të bënte sërish veten e saj deputete në 2025. Eduard Ndreca dhe Klevis Xhoxhi, njëri zëvendës kryetare dhe tjetri sekretar, ka qenë dy nga ato persona të cilët nuk janë përfshirë fare nga listat e Partisë Socialiste. Kemi të bëjmë me rithemelimin ose me rinovimin të listave të kësaj force politike. Nëse do të shkojmë tek Komisioni i Shëndetësisë, kemi kryetaren Zheni Gjergji, e cila në fakt ka qenë pjesë e Zotit Basha, ka qenë një nga emrat e propozuar në 2021 nga Lulzim Basha, më pas shkoi në Partinë Demokratike me Zotin Berisha, por me sa duket nuk mori një feedback për të futur në lista dhe automatikisht Komisionin e Shëndetësisë e kemi pa kryetar dhe duhet të rinovuar nga kjo forcë politike. Ndërkohë që sa i përket zëvendës kryetarit dhe sekretarit janë nga Partia Socialiste dhe janë zgjedhur si të tillë. Ndërkohë që sa i përket pjesës së Komisionit të Veprimtarisë Prodhuese, Arben Pllumbi po ashtu është një nga ato emrat që nuk u zgjodh në këto zgjedhje. Helidon Bushati u tërhoq nga listat e Partisë Demokratike, ishte i vetmi do duhet thënë nga demokratët që tha se radhën do duhet ja lëmë të rinjve dhe të mos kandidojnë po të njëjtat persona për vite në qarqe po të njëjta. Ndërkohë që sa i përket pjesës së sekretarit që kemi të bëjmë me Laer Durajn, pjesë e Partisë Socialiste, dhe ky i fundit nuk u fut fare në listat e kësaj force politike. Nëse do të ecim me Komisionin e Sigurisë, Nasip Naço nuk ishte pjesë e listave të Partisë Socialiste, ishte kryetari i këtij komisioni, nuk do të jetë më i tillë. Zëvendës kryetari Ferdinand Xhaferaj, edhe ky nuk u bë fare pjesë e listave të Partisë Demokratike. Zëvendës kryetari tjetër Xhemal Qefalia, i cili ndon se realisht mori shumë vota në kryeqytet, më shumë në pjesën e rrethinave, pra e fshatrave të Tiranës, sërish Ronaldo Rakipi arriti që t'ja merrte me më shumë vota mandatin, edhe ai si zëvendës kryetari i Komisionit Sigurisë nuk do të jetë më në komisionet e reja bëhet fjalë, pasi në këtë komisione kanë detyrim ligjor që deri në momentin që i mbaron mandati deputetit do duhet të shkojnë punën, siç kemi rastin që këtë javë do të nisë edhe zyrtarisht pjesa e aktivitetit politik parlamentar. Nëse do të flasim për Komisionin e Politikës së Jashtme, një nga veteranët e Partisë Socialiste, Mimi Kodheli, nuk arriti dot që të mblidhte vota, ndonse kishte kaq shumë vite, kaq shumë postë në Partinë Socialiste, nuk ishte, ndonse jo e zonja, po në fakt nuk mund ta themi që nuk arriti të binte qytetarit që t'i jepnin votën për ta sjellë sërish në parlament. Sekretari Netien Xhafa, edhe ky ndonse kohëve të fundit bëri shumë fushat në Bashkinë e Kavajës për të zgjedhur në qarkun e Tiranës si deputet, edhe ai nuk arriti të bëjë tillë, por kemi parë që kohëve të fundit ka marrë profesionin si këngëtar dhe ka nisur të këndojë, domethënë që sa la mandatin e deputetit. Në rast se do të flasim për Komisionin e Integrimit, i Komisionit Rëndësishëm, sigurisht kemi pjesën zëvendës kryetares Eltilda Gjonaj, në kryeqytet e kandiduar nga Partia Socialiste, nuk arriti edhe ajo të fitojë dhe të bëjë parlamentare sërish në 2021, dhe nga pjesa e sekretariatit, pra sekretarit e kësaj komisioni ka qenë Gerta Duraku, e cila nuk u përfshi fare në listat e Partisë Socialiste. Pra këto janë pak a shumë. Po, të përmendim edhe dy komisionet e fundit, me që i kemi në grafi, Komisioni i Edukimit, Ina Zhupën e kemi të zgjedhur dhe Viskushin nga Partia Socialiste, sekretari Lindita Buxheli nuk u kandidua fare nga Partia Socialiste, dhe në Komisionin e Ekonomisë, sigurisht një komision shumë i rëndësishëm kur bëhet fjalë për buxhetin e Shqipërisë, kemi deri tani kryetare Eduard Shalcin, i cili u zgjodh në Kukës për shkak se ishte drejtues politik atje. Sorina Koti nga Partia Demokratike nuk arriti dot që të ishte
fituese në këto zgjedhje, Blerina Gjylameti, po ashtu ndonë se ka kërkuar pamjet filmike, edhe asaj mori Olta Xhaçka mandatin në kryeqytet, dhe zonja Zake nga Partia Socialiste, as ajo nuk arriti dot që të ishte fituese në këto zgjedhje. Kjo është panorama e legjislaturës konfirmuar 2025-2029. Pra këto me jeshile janë pjesë do të jenë pjesë e parlamentit, ato me të kuqe nuk do të jenë. Dua të theksoj që këtë tabele ka marrë nga ISP, nga Instituti i Studimeve Politike, është një organizatë e cila për vite ndjek pjesën e angazhimit të parlamentit dhe punës së tyre, dhe realisht ka qenë një panoramë shumë e mirë dhe një punë shumë cilësore që ato kanë bërë. Dhe e fundit tani, Aristina, ku fillon përsëri jeta parlamentare? Pritet që këtë javë të njëjtë të mblidhet parlamentit, kemi jetë parlamentare, të rikthehen gjithë deputetët detyrës së tyre dhe sigurisht tani me të rinjt apo jo? Jo, me të vjetrit. do të jemi akoma me të vjetrit. Në shtator do të kemi ja mezi po pres këto fytyrat e reja, edhe kur të flasin për herë të parë atje në nuk e faj Kristi se i ke parë për shumë vite me radhë këto të tjerët, por do duhet presësh dhe pak muaj për të rikthyer dhe për të parë gjithë parlamentin e ri, por edhe mënyrën se si do të veprojnë partitë politike kur tani më pjesën pothuajse më të madhe ka mazhoranca socialiste, pjesën tjetër më të vogël ka Partia Demokratike, dhe për herë të parë kemi parti të reja me mandate në parlament, çka është një gjë pozitive për arenën politike. Pra le të themi që derisa të certifikohen zgjedhjet, jeta parlamentare do të vazhdojë me parlamentin aktual, apo jo? Jam kurioz të di edhe se sa të motivuar do të jenë ata që nuk do të jenë më në parlament. Ata janë në pritje të emërimeve të reja, besoj, ose në rastet janë në pritje të ndonjëri që mund të shkojë në pak dhe mund t'ja marrin në vendin që se kanë qenë në listë. E hidhur pak kjo. Pra kjo është situata që po shikojmë tek ai grafiku final, sidomos meqense se nisëm me kotat gjinore. Darja Burragra. Po pak a shumë kështu do të jetë edhe Darja midis. Në rast se zoti Lapaj do të marrë mandatin, do të shkojmë pastaj në 92 burra dhe 48 gra. Qartë. Mirë Aristina, shumë faleminderit, kuptuam më shumë tani. Shumë faleminderit Aristina. Faleminderit.